Donald Trump vendosi që të arrestonte Maduron, presidentin e Venezuelës, për shkak se ai ka, po themi, ka qenë një ndër personazhet më kryesore që ka deportuar drogën nga Venezuela drejt Shtetit Bashkuar të Amerikës, të paktën ky është pretendimi i Donald Trumpit. Por ndryshe nga, po themi, konfliktet mes shteteve, këtë herë duket se konflikti ka qenë mes Donald Trump dhe presidentit të Venezuelës, dhe nuk kemi pasur një luftë mes dy shteteve, po kemi pasur një shtet i cili merr presidentin dhe e arreston dhe e dërgon në SBA për të përballur me ligjin atje. Për të folur mbi këtë proces dhe këtë vendim të Donald Trumpit, kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin e njohur Romeo Kara. Zoti Kara, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit ju. Avokat, si e pat gjithë këtë vendim dhe proces dhe operacion të Shteteve Bashkuara të Amerikës ndaj Nicolas Maduros? Unë mendoj që janë veprime jo të zakonshme të një shteti ndaj një shteti tjetër, por që kemi raste të ngjashme, siç kemi rastin e Noriegës. Edhe juristët ndërkombëtar, po dhe politikanë të vjetër i referohen po këtij rasti të vitit 1989 ose 90, maksimumi, kështu ka qenë besoj, kur për të njëjtat jo justifikime, po të them kanë qenë arsye të forta që lidhe me trafikun, por kuptohet që ka pas dhe synime për kanalin e Panamas si atëherë, edhe në lidhje me Maduron, si për pjesën e nxitjes edhe të valjes refugjatëve, me sa unë kam dëgjuar, mos bashkëpunimi për të rreqjen e person problematik nga Venezuela, dhe ka pas një retorikë që ka qenë më e vogël fillim dhe pastaj e shtuar. Kalojmë tek lidhjet që flitet, besoj se ja kam provuar dhe këtë në lidhje me trafikun. Besoj do të jenë synimet për prishjen e koncesioneve që kanë qenë në lidhje me kompanitë e mëdha të përpunimit dhe tregtimit të naftës amerikane, të cilat janë pezulluar për shumë kohësh atje. Unë mendoj që gjitha këto kanë lidhje me përbën një arsye të plot dhe me rikonceptimin amerikan dhe të hegemonisë së tij me botën rreth tyre, domethënë. Por ka pasur një retorikë jo të vogël për gjatë gjithë kësaj kohe, e cila ka ardhur me ngritjet e saj, moment caktuar është dukur sikur nuk do të vazhdojë ose kështu do të jetë për herë, deri në pikën që e bën të besojnë dhe Maduron që nuk do të vazhdojë me këtë retorikë dhe asgjë më tepër, ose me përmirësimet ngadalta të marrëdhënieve dypalçe, po pastaj në fund erdhi dhe ndërhyrja, edhe në mënyrën se si erdhi, nuk e pris as Maduro dhe as kush jashtë. Do ketë ndryshim në mënyrën se si tashmë ligjet ndërkombëtare do rregullojnë shtetet midis njëri tjetrit me këtë vendim të Shtetit Bashkuar të Amerikës për të marrë një president të një shteti për ta dërguar përpara ligjit në shtetin tjetër? Tani ne duhet të jemi edhe të kujdesshëm kur themi do marrim presidentin e një shteti. Se ne kemi edhe këtu në Shqipëri, kemi njerëz që janë të palishëm në të pushtet. Po të marrësh ligjin real, siç është ligji, po ti kur kap ligjin, kap edhe forma tjera dhe thua unë jam a është president i lishëm ai apo jo? Unë mendoj që nuk është. Në zgjedhjet e fundit edhe gjatë gjithë kësaj kohe ai ka shfaqur më shumë ka qenë një diktator, po diktatori nuk e zgjedhin njerëzit me vota. Pra, zgjedhjet e fundit ka qenë totalisht jashtë standardeve. Tani a është president i lishëm apo jo? Hajtë flasim. Dhe mund të bësh çfarë duash ti edhe me një statutë nuk mund të bësh çfarë duash. Nuk je pronar i vendit tënd, as i popullit tënd. Ti mund ta shtypësh një popull dhe ai gjen forma të tjera si popull, se unë mendoj që ka pas dhe faktor politik brendshëm që kanë ndikuar në situatën që u krijua, domethënë. Dhe unë nuk di që edhe Europa Perëndimore që kritikon këto forma, në të vërtetë ka pranuar për kohësh që ai nuk është një president i lishëm. Dhe derisa nuk është një president i lishëm, pastaj edhe në ligjin tonë, dhe në kodin tonë penal,
të gjithë ata që kryejnë vepra penale kundër Republikës së Shqipërisë mbulohen nga gjykata tona për këta persona mund të japin mendime. Kështu që ka një ndërthurje, por deri tani nuk ishin kaluar këto kohët e fundit, si ishin kaluar këto pragje, ishin respektuar domethënë. Mbas luftës së dytë botërore këtej në pjesë të madhe të botës është respektuar për hir të paqes ai që quhet ligji ndërkombëtar. Po që disa kanë respektuar se s'kan pasur fuqi ta shkelin, po presidenti Trump ka treguar që unë punoj edhe për tek kësaj kornize. A ka pasur drejt apo jo? Kjo do të ketë një debat të gjatë, por unë po jap një shifër. Kohë që ai erdhi president, ishin rreth 270.000 fëmijë të humbur, brenda pak muajsh që ai ishte president, 210.000 prej tyre janë kthyer familjeve ose janë gjetur. Pra, ai ka treguar që ato 4-5 pikat kryesore të programit unë do t'i mbaj. Jo më kohë të nisim me atë firmosje të shpejtë, të tjetra dhe urdhave ekzekutive brenda një dite. Në startim të ditës parë dhe dytë punës ti në zyrën ovale. Kështu që njerëzit që bëjnë ndryshime zakonisht luajnë jashtë rregullave, bëjnë aksione të cilat vendosin një standard të ri, vendosin rregulla të reja. Tani nesër tutje do të kemi edhe këtë precedent, i cili dhe mund të përsëritet. Fakti që u bë kështu, mendoj që mund të përsëritet. Dhe që njerëzit ta marrin mesazhin mirë se amerikanët dinë të flasin mirë me gjuhën e forcës, besoj do të kemi edhe një përsëritje tjetër. Dhe nuk është çudi që të jetë po aty afër me Venezuelën, pra hapi i radhës mund të jetë Kolumbia. Mbas edhe në një pjesë e Meksikës, se e ka përmendur dje në intervistë presidenti Trump që deri tani ne kemi ulur me 85% ardhjën e narkotikëve nga Meksika, po do ta shohim atë 15% që kanë ngelur pa e kapur. Avokat, a mund të ketë një skenar të ngjashëm edhe me Shqipërinë? Shqiptarët kanë qefin, një pjesë e madhe kanë qefin ndodhi ky skenar, edhe mund të ketë. Kemi parë trimën politikën shqiptare që e kanë shkelur me këmbë popullin e tyre. Besoj se kanë bërë zullume dhe jashtë, se krimi i kalon më shpejt kufit se personi, apo se edhe politika. Besoj që do ta marrin një mësim. Një pjesë që e kanë po kërkojnë domethënë me qiri këtë lloj aksioni. Besoj do të kemi edhe këtu. Ka nisur me non grata, po ky nuk është i president, si duket që qëndron vetëm tek non grata. Dhe po e mëson dhe administrata amerikane që duhet të jenë më efektiv në lëvizjet e tyre. Të shohim. Unë mendoj që mund të kemi. Nuk bëj predikusin absolut, po mendoj që dhe mund të kemi. Në fakt ka pasur një rast të ngjashëm, le të themi, jo motamo me siç ndodhi me Maduron, por ka pasur një konflikt të hapur të ish presidentit Meta me ambasadorën amerikane të asaj kohe. Dhe në fakt u duk sikur, po themi, patin një tension aq të madh sa shumë prej tyre thonë që ishte pikërisht kjo përplasje që vulosi edhe fatin e tij politik. Po edhe mund të jetë. Mos harroni që ai instaloi një retorikë të pashembull, të paktën pas vitit 97, në lidhje me faktorin amerikan, përmendi raketat ruse, përmendi Mali me gropa, ju dha një përgjigje signifikative nga ambasadorja e kohës, duke bërë një stërvitje ushtarake pikërisht Mali me gropa dhe duke publikuar disa foto që dukun që ishin pikërisht për të. Ai hyri në vitin 2020-2021 me premtime se do priste duar e koka. Janë kapur, për këtë nuk flasin mediat, po nuk flet as drejtësia, pra një dorë i kanë mbyllur, si duket. Janë kapur në Tiranë dhe rreth saj 19 baza me armë. Numri i tyre ka qenë 5.000. Aq sa pritet numri i njerëzve që do të ishin rreth këtij vojokushi të kohëve tona, që i kishte ushtarët gati për t'i dalë për zot kushtetues etj. U bë një tentativë e njerëzve të tij dhe
disa kanë qenë dhe të përdorur, po disa dhe shumë afër me qaqet ruse, me sa kuptoj unë, për të bllokuar hapësirën ajrore në vitin 2021, të vononin me disa javë zbarkimin e trupave të NATO-s për lojën e madhe ushtarake nga Lituania, Estonia deri këtu ku jemi ne, deri në Ballkan, domethënë gjithë kjo zona pivot që thuhet. Dhe si duket për gjatë kësaj kohe që do të bllokojë hapësira ajrore, do të bënin disa veprime që unë mendoj antikushtetuese, mbas edhe një lloj grushi shteti, unë nuk jam i sigurt, po ai numër armësh që shkapur dhe nuk përmendet flet për një, në realitet dhe aty në heshje flet për një fakt tillë. Dhe u deshi ndërhyrje që u zëvendësuan kontrollorët me kontrollor turq, ishin gati dhe ata italian, të vieshin funksionim dhe kullat edhe radar për rreth, me që unë e njoh deri diku biznesin e aviacionit. Dhe mendoj që ka pasur një faktor amerikan, mund të themi plot gojën, pasi kam parë edhe interesimin e stafit amerikan në Shqipëri edhe në lidhje me këtë çështje. Ka qenë një çështje shumë shqetësuese, domethënë. Dhe më falni për ndërprerjen, pa të thirrje. Ka qenë ata që kanë stabilizuar situatën, domethënë, e kanë marrë në dorë situatën. Kështu që mund të jetë. Unë nuk besoj. Kam një bindje që ai është i padëshiruar dhe i ka bërë zmetin e tij këtij raporti që e ka krijuar me Perëndimin përgjithësi, po edhe sidomos me Shtetet e Bashkuara. Avokat, ka pasur dhe një retorik mjaft të ashpër përpara se Donald Trump të zgjidhte presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga kryeministri Rama. Madje ai doli hapur përpara zgjedhjeve në SBA, duke theksuar që nëse Donald Trump do vinte si president i SBA-s, do ishte edhe një rrezik për marrëdhëniet Shqipëri Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E madje e pasoi edhe më vonë me një tallje, le të themi, me presidentin e Francës dhe me kryeministrin e Bullgarisë, mos gaboj. Po, që tallet e ka zakon të mirë atë punë, se ka 13 vjet që tallet me ne. Dhe e mat veten me hije në sabaut e me ne. Megjithatë, unë nuk e di ku e ka faktuar këtë bindje të tij, ku e ka mbështetur këtë bindje të tij që presidenti Trump do të ishte faktor jo pozitiv në marrëdhënie me Shqipërinë. Me ato si person base, po ai nuk përfaqëson Shqipërinë, nuk është Shqipëria. Është delirancë e madhe ta njësosh veten me popullin tënd, të jesh ti populli, bile mbi popullin edhe mbi vendin. Me të dhe me njerëzit rreth tij, amerikan apo shqiptar apo komsive tjera, mund të ishte rrezik për arsye që i di ai, po jo për Shqipërinë. Dhe e pam që u shpreh edhe më pas që Amerika i tërhoqi ushtarët nga SPAK-u, po Amerika riktheu ushtarët, sherifët dhe generalet. Pra, duhet kuptuar mirë që dy herë zëvendësimi sekretari amerikan i shtetit ka qenë këtu në Tiranë për të takuar vetëm me drejtuesit e strukturës së SPAK-ut. Ky është një mesazh, jo s'është mesazh. Mesazh ka qenë, po shpreh qartë vullnetin e kësaj qeverie, presidentit Trump, që ne jemi këtu prezent më tepër se kur dhe më të vendosur se kur për të çuar përpara planet që kanë pasur në lidhje me këtë. Besoj se do të kemi lëvizje tjera më aktive. A do t'i ndodhi Ramës? Nuk e di. Për këtë mund ta telefononi, mund t'i çoni mesazh, ta bëni një intervistë me Ramën. Si e ndjen vetë Rama? Si e sheh Rama veten këto raporte? A e ka tallur apo jo?
Nëse ka tallur, duhet kemi parasysh fjalën që mbajti dje sekretari i shtetit Rubio në praninë të presidentit Trump, që tha mos bëni lojra dhe tallni me presidentin Trump. Me këtë president detyr duhet silleni ndryshe. Mbase Rama nuk ka qenë i vetmi që shprehu kështu, por ku t'i bie pasaj gishi për të marrë mësimin, duhet ta shohim. Unë mendoj që do të kemi edhe shembuj tjerë, po fillimisht mendoj mund ta kemi në Kolumbi dhe Meksik. Avokat ka pasur një Ose po ta marrim më seriozisht se po japim rëndësi Ramës, domethënë. Nuk lodhen ata të çojnë në helikopter për Ramën. Mund të çojnë një fjalë kështu dhe zgjidhin atë punë. Nuk kanë rëndësi fare ta marrin kaq seriozisht Ramën, se po japin dhe ne rëndësi. Avokat ka pasur as tullumbase nuk çojnë, jo helikopter. Të shpenzojnë helikopter për Ramën. Ka pasur ndryshe, po themi, nga vendet e rajonit që e kanë mbështetur këtë operacion të Shteteve Bashkuara të Amerikës, ka qenë Aleksandar Vučić, presidenti i Serbisë, i cili në fakt ka theksuar që është shkelur ligjin ndërkombëtar dhe ka pasur mjaft shqetësim edhe për fuqizimin e një aleance të mundshme mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë. Por çfarë do të themi ne shqiptarët kur me ndihmën e nënës Rusi, Serbia ka qenë gjithmonë në aleancë me të, vëllazëri, gati unifikim të njëjtë, duke përdorur dy flamur ose dy kauza, kauzën slave dhe kauzën ortodokse. Pra, kështu që çdo përmirësim i marrëdhënie me të pas ka qenë sipërfaqësor. Pra kur pas kemi problematika të tilla, unë mendoj që vetë Vučići është në mbyllje, mos thëmë ka mbyllur misionin e tij për të qenë në këtë rol politik. Edhe ai duhet të ditë përgatisi daljen e tij nga politika, si përballë popullit të tij, ashtu përballë të gjithë faktorëve të huaj. Qofshin lindor apo perëndimor, domethënë. Ka qenë në vend numëror, i ka shpenzuar kohë popullit të tij për të bërë disa hapa para, për të pozicionuar një herë mirë, pra edhe me Rusin, po edhe të antarësohesh në Europë, kjo nuk shkon, edhe me Kinën edhe të antarësohesh në Europë, kjo nuk shkon. E ka parë me shqetësim ftojen dhe indiferencën që ka kjo administratë e re amerikane ka shiti. Qaqet e tjera që kanë favorizuar atë nuk janë më në fuqinë që kanë pasur. Dhe ne duhet të mësohemi që nuk ka gjë më të keqe se sa kur vendi lihet pengi agjendave jo zyrtare, për cilat populli nuk voton, por në realitet i sheh që gjithë janë ato që e sundojnë, domethënë. Ne nuk mund të bëhemi akoma të vazhdojmë edhe ne si Shqipëri, po besoj edhe serbët janë me tjetër fat me ne këtë pikë po flas. Kur agjenda jo zyrtare që marrin peng fatin e shqiptarëve, fatin edhe të serbëve, etj, për një grup njerëzish që mundohen të bëjnë politika globale. Pra, prandaj kjo administrata Trump është, besoj, më saktë, i vjen më përshtat atyre njerëzve që duan politikë të drejtë për drejtë të pastër. Pra, kur një grup ne votojmë një parti të caktuar, ajo bën atë politikë bazuar në programin, premtimet dhe përkatësinë që ka. Po të votosh një grup njerëzish që mendojnë që janë socialist apo demokrat apo një parti tjetër, po në fakt ata nuk kanë fare agjendë shqiptare, po kanë një agjendë tjetër, kjo është shumë e rëndë. Besoj do t'i bëjmë mirë Shqipërisë një transparencë më e plotë së shpejti të situatës politike dhe të mercenarëve që tallen me fatet e vendit tyre. Dhe janë tallur në mënyrë më pamëshirshme. Po kështu dhe Vučići, besoj po e merr përgjigjen nga vetë populli i tij. Unë për vete nuk besoj se do të kaloj në pushtet më shumë se disa muaj. Aty ku është. Po kështu e shoh dhe
elitën politike në Tiranë me kryer Ramën. Në të njëjta situatë. Pra besoni që do kemi Pavarësisht një që tan Tiranë i kanë bërë zmetin që mos ketë asnjë faktor kundër atyre këtu, po nuk besoj se do ta gëzojnë gjatë pushtetin harram që kanë. Gjitha sinjalet janë që mund kemi ndryshime të rëndësishme në Tiranë. Po patjetër. Ka kohë që po duken këto sinjale. Nëse do të kishte një opozitë strukturuar ndryshe, Rama do kishte ngelur histori sot. Opozita i thrasin mendjes për ata që bëjnë pazar në kuriz saj dhe të shqiptarëve me Ramën. Dhe që nuk i përkasin realisht as opozitës dhe as asaj pjesë të popullit që aspiron për ndryshim. Avokat, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit juve, ju gëzuar për të ditë. Gëzuar, faleminderit shumë.